Administratori. Po s'ka administrator, gabim je. Ai nuk është I ligjshëm, s'është administrator. E me forcë nuk të Po shumë prash. Po brone jone, ose po çatë s'pështit. Pron të vesh Maskaraj të mund. Maskaraj. Kam gjaku në këtune të mija të. Pini sa të mund. Turp kene, turp. Jetë në bravo, Lëri historisë të detali matematikë. Ore zotë. Ore. Çado. Tani. Nuk jam. Ti e di më mirë se sa të tjerë tu çfarë vendimi është. E di ti më mirë. Kush ka marrë vendimin? Çikota. Forme administratore. Nuk ka histori objekti që ndërtu më tjerë. Jo, ti le të vijaj të administratorë. Merë me një gjallë si dhe shikosh të ta zbatoj në administrator që po ma praj. Jo, jeni në komunikim jo. Jo, ju jeni në komunikim ata. Jo, mo jeni ju më jo. Ata në urdhrat e tyre. Jo. Kjo është e keqja. Jo, ke shumë Kjo është e keqja. Jam si policia di mana. Ti na di mana. Ti rruga. Yes, ma zotri, yes. Yes, di mana. O zotri. Po këtu ka vjetë që të me komunikom. Vetane. Ja, nuk e luj, pa hymrena. Së të hymrena të dojnë. Nuk ka rotret. Ajo prove imja. A i sa hyni, Kush është shefe? Kush është shefe? Kush është shefe këtu? Majori juaj Ka administrator, gabim je. Ai nuk është I ligjshëm. Nuk ka administrator. E solla sepse thanë këta që është një zonjë edhe do që të sqarojë. Po dakor pra në rregull. Dhe unë solla këtë zotrin që të flas me kaq një zyre, lutem. Po valla, tani këtë di ky, nuk e di unë. Hin edhe Claudio, can you go also? Hey, Claudio. Ne nuk jemi të lashët me dy grupin. Është interesi ynë të marrën ata punimet e veta. Pse?
aeroporti është një trup, një organ është. Nuk mund të funksionoj terminali pa pistën ose pista për terminalin, o vëllai. Është një trunk me 2 gjymtyrë. Kjo problemi. Me vendimet e tilla të mesit natës, ju neve na dërgoni që ne nuk pasmi të drejtë qasjeve në aeroport. Apo? Nuk ka unë asgjë personale me ty, as me polisi, me vije keq. Do t'i drejtohesh administrator. Ore, administrator, policia po Tani vendosë një vjet, se ju s'po merreni një vjet çapo kërkoni. Jo më e solla unë, më vjen se. Po zotri, po nuk erdha në urinë tënde, erdha në urinë e shefja. Në bazë të Tani do të dëgjoj ty. më vjen se. Në bazë të kërkesës që bërëm ja 1 minutë. Ne po debatojmë. Të lutem, ka mundësi të them diçka? Jo solla këtë zotrin. Po nuk po e Po ti dëgjoj, ti më bëu shpjegim për sa solla, që jo një sekondë. E solla këtë jo për drejt kështu kërkesë. E solla sepse e thanë këta që është një zonjë edhe do që ta sqarohet. Po dakor pra atë. Dhe unë solla këtë zotrin që të flas me të kaq. Po valla, tani këtë di ky, nuk e di. Fal, po zotëria kush ishte? Ai zotëria. Ky është juristi ose personi ligjor i Dias. Po. Dhe çfarë thot? Hajde këto ti shkon gati atje. Tani një nga një s'mund të futen të gjitha, fut njëri, fut njëri, futajnë të lutem. Kalon atë. Që më bëte se e marrë shumë që në gjës deri tani. Më dëgjojnë sekondë, e marrë që në gjës tani po flas deri. Si çfarë? Po më gari mua për investimin se s'po marrë. Apo për konfliktin që kemi me ata. Po tani çfarë tani se ti po provon gari mua, sikur jam fajtor. Hajde këtu të lutem. Ti pak të lutem, hajde të lutem. Hajde ti lutem. Të lutem shumë. Të lutem në policia jon. Vetëm një pasatem ty. Ne kemi të drejtë demokratike. Ne kemi të drejtë ligjore që ne të protestojmë thjesht në pronën tonë private. Ne nuk protestojmë kërkuar ti në gjykatë të zgjidhet ky konflikt. Prit vendimin e gjykatës dhe kur të vi vendimi i gjykatës, ne nuk kemi me asnjë palë. Ne jemi në zbatim të ligjit. Nuk duhet të ndaluhet Atë vendim që ka të që keni ju se s'na lini më. Ku keni na tregoni ta shohim ne? Janë njohur zotrin të dyja palët diën në polici. Po janë njohur kanë bërë më dokumentacioni firma kafesh. E ka paraqitur diën në polici. Po abet kafesh. Do mos të bëj sikur nuk di. Jo sekond. Mos të bëj sikur nuk di. Pas dokumentet shkruaj më vetëm të bëhen me ty. Zotri, ju nuk keni fare. Me fjalë edhe një herë tjetër, mos hajde në fund të ndonjë kohë. Po keni punë me këtë zotrin. Shkoj vend tjetër. Të lutem, dilni pak më atan. Vetëm pak. Vetëm ta di ku vetë ku dalim ne. Do dilim atan, Çka ne kupton e atan. Ajo është zonë publike. Unë nuk duhet ta cenoj hapësirën publike. Tani edhe kërkon mirë kuptim për të futur. Hapësirën publike nuk është normale kjo. Më vjen shumë keq thjesht për çastin që keni. Më vjen shumë keq çastin që keni edhe barni uniformën e shtetit. Lutem shumë. Më vjen shumë keq barni uniformën e shtetit dhe jeni të ndikuar. Nuk zbatoni ligjet, nuk zbatoni normat, nuk zbatoni vendimet ligjore. Kush të thotë? Pse ke sjellën vendimin gjyqësor dhe nuk e zbatuar? Ti ku e ke vendimin gjyqësor? Ai ti e di shumë mirë. Po është vendimi gjyqësor se kjo është pronari. Është pronar. Çfarë vendimi do ti? Dalësh pronari me shpejt. Le tani vi kërkon llogari tek ne. Mos po shoh. Dokument që më na dalë me Dalësh pronari. Problemi gjyqësor që ka atje dhe këtu. Kaq është. Tani njerëz që ka shtetin ka drejt viktimit.
Edhe po ta gjeti këtë televizionin do ta zbatoj. Dakor? Ka qenë shumë mirë. Nuk ke nevojë ta ngrihet. Zëri nuk ngrihet. Nuk ke nevojë ta ngrihet zërin. Lutem shumë. Ne protestojmë. Ne kemi të drejtë proteste në hapësirë private, në hapësirë publike bëjmë kërkesën. Nuk ka problem. Lutem shumë. Orientojë të marrë këtë dy, s'ka problem. Le të them me drejtorin Selam. Ai e njeh problematikën shumë mirë. Nuk po të kuptoj. Le të futet zonja me drejtorin Selam brenda. Por zotëri, edhe një herë tjetër. Ne forma të besoj, nuk vendosim ne kush do futet. Se kush do futet brenda kanë kërkuar ata të drejtë. E din këta midis ortakëve detyrimet që kanë midis palëve. Dakor? Dhe nuk është vendim që e marrim ne. Po edhe ju s'keni asnjë vendim, asnjë me shkresë s'keni. O tani vazhdoni me historinë e kodit. E sheti këtë? Ata të kush janë? Zotëri, Kjo është. problemi që keni i zgjidhni tek vendi ku zgjidhen gjërat. Dakor? Dimë ku zgjidhen, ama cila është detyra juaj këtu? Detyra jonë është që neve Ma ty para opinionit. Po. Mos e jon kompani mapë të futem brenda. Po. Derisa të zgjidhet ky problem ligjit. Kaq, mos e thjesht fare. Po pra, po, ky është kërkesa. Që është bërë nga via. Kompania Keni vendimin e gjykatës? po e ka çuar në komisariat, mos zotë ta kam. Keni vendimin e Po gjykatës? ta komisariat, nuk është komisariat, po ta tregoj ti, sikur se dini. Po pse bën sikur se di tani? Ma kërkon mua. Pse më ke 10 euro? Pse më ka pyetën ti, po ti përgjigjesh pa këtu fare. Kompania Via ka paraqetur dia në polici një dokumentacion. Okej, as kënë ta paraqes mirë të largëm biog. Çfarë statuti ka mapë në koncesionar? Do problem. Tani e sonë është tepër. Unë jam për ta tani vajta e mora tani atje dhe sonë. Mirë. Sonë për këtë institucione. Po e sonë për këtë. Unë marr atje se tani Kjo do të let. Mapko nuk është nën kontraktor i Dias. Pik. Lutem, ne jemi pronar, ne jemi investitor, ne jemi ata të cilët kemi siguru investimet. Mos më tregoj mua, mos Lutem. Ç'o tregoj atë se kemi. Ma kanë ndaluar jo ne më. Po se ti po je dorëzon nga mua po më tregoj. Ka ndjerën mish për top për Po më jo vet, ma kërkuat edhe unë solla këto zotëri që ta sqaroj me gjë femër. Tani ju po pse? Po pse ke not? Fol. Kaminato më Shkomere vllajt shkashën. Shkomere kontratën e koncesionarit edhe shefti. Edhe shefti aty. Lutem. Nëse Mapko basta ti vendimi që ju keni lëshu si Via, edhe në shkruaj dy kokë bosh andej. Do thot që ne jemi në kontraktor, ne nuk jemi në kontraktor. Bëni dallimin. Lutem, bëni dallimin. Nuk jemi nëse ju parti në kontratë, lutem administrator, ju jeni person ligjor, lutem. Ju jeni person ligjor. Cilësinë e çkaj, cilësinë e kujt që ndani këto atëre. Po cilësinë e kujt që ndani këto atëre. Po nuk i marrun vendime të tilla. Po është vendime zbatosh ligjin. Lutem. Po nuk i marrun vendime të administrator. E dini shumë mirë ju këtë pjesë tani. Pse merreni me punuesit? Vetëm po merrem me punues. Ne kërkojmë çastin e